Besoj se tani jemi gati për të filluar dhe sigurisht që unë nuk do të merrem sot drejt për së drejt me një nga programet e paketës Office, do të prek ndoshta në fund të këtij seminari pak Microsoft Outlook-un si program që juve të njihni pak si funksionon. Realisht Microsoft Outlook është një program emaili që kryesisht funksionon i lidhur me një server të një kompanie. Prandaj është shumë e rëndësishme që një profesionist të mësoj disa rregulla bazë se si të përdori Outlook-un në momentin në të cilin është në punë, se Outlook-u në momentin që ti nuk je i lidhur me një server në punë është i panevojshëm, duke ditur që ti ke servera më të sigurt në rastin konkret, siç janë Gmaili apo Yahoo apo programe të tjera të cilat ofrojnë shërbime email. Do të shohim Outlook-un në fund, por tani do të futemi pikërisht në një nga programet. Do të zgjedhim një të rastësishëm, unë do të zgjedh Word-in si një program, tek ai do të bëj eksperimentet e paketës Office, por keni parasysh që ashtu siç kundër bëhen në Word, bëhen në të gjitha programet e paketës Office. Pra ndjekin të njëjtin rutinë. Do të shohim të paktën 5 element të cilat i përkasin paketës Office dhe janë ekskluzive për paketën Office realisht, të cilat realizojnë disa gjëra që neve as nuk na shkon në mendje që mund të realizohen. Dhe gjëja e parë që unë dua që të shohim është një koncept i cili na shpëton shumë punën tonë. Keni parasysh që në mjedisin në të cilin ne punojmë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, jo në pak raste ne përballemi me ikjen e dritave dhe ikja e dritave është një problem sepse ndonjëherë për shkak të kompjuterit që ti je duke punuar, nuk po flas për një laptop se laptopi ka bateri të mjaftueshme që ti të vazhdosh punën edhe kur ka ikur drita dhe të ruhet informacioni, po kur ti je duke punuar me një PC, kompjuter personal, sigurisht që ikja e dritave me një UPS të dobët garanton që ti mund të humbasësh gjithë punën e kryer. Dhe unë jam i bindur që çdo profesionist ka kaluar përmes këtij rrugëtimi ku ka humbur edhe ditë të tëra pune vetëm se nuk e ka sejvuar. Tani, unë sot dua t'i mësoj si pikë të parë në të gjitha programet e paketës Office, atë që quhet fjala Auto Recover. Auto Recover është pjesa që le të themi ruan dokumentin edhe pa klikuar ti butonin save. Pra vetë paketa Office merr përsipër që në një kohë që ti e përcakton të ruaj failin. Dhe unë dua që ta shikoni me vëmendje këtë element, sepse kjo do të garantoj që puna jote të mos humbasi edhe sikur diçka të ndodhi me kompjuterin tënd, edhe sikur drita të ikin, edhe sikur të bëj crash kompjuteri, ti e ke të sigurt që dokumenti yt mbetet i ruajtur. Për të garantuar cilësitë e auto recovery-t, unë në çdo program të paketës Office do të shkoja te komanda file dhe te komanda file ka një nën komandë që quhet options. Dhe unë do vetë të klikoj tek nën komanda options dhe do shikoni që ju shfaqet një dritare e re. Kjo dritare e re sigurisht që ka disa nën komanda, ne do të merremi me disa prej tyre sot, por nuk është vetëm për Wordin, mos e mendoni këtë fjalën options sikur është vetëm për Wordin. Të njëjtin rrugëtim ndjek edhe për paketën tjetër, pjesën tjetër të paketës Office. Në rastin konkret, unë do të shkoj tek një nën komandë që quhet save dhe kur shkon tek ajo nën komandë që quhet save, shikon me vëmendje disa element ku fillohet drejt për së drejti me atë që quhet auto recover. Siç e shikoni, aktualisht ju e keni të çekuar që çdo 10 minuta auto recovery juaj të kryhet në dokumentin. Por ky është në kompjuterin tim, unë e kam garantuar. Ndoshta ju në kompjuterin tuaj nuk e keni të çekuar këtë gjë dhe ndoshta nuk ju ruhen dokumentat. Mirë është që juve të specifikoni dhe ta çekoni auto recovery në mënyrë që të garantoni punën tuaj. Dhe mundësisht 10 minuta ndonjëherë është shumë, 10 minuta është të kesh shumë besim te kompjuteri yt edhe tek energjia që kemi rreth rrotull, por realisht unë do ta ulja këtë kohë dhe do ta çoja 2 minuta, edhe pse do të ishte një kohë e cila në vetvete do të merrej. Duhet të dini që një auto recover nuk kalon dhe nuk merr, nuk konsumon shumë kohë, disa sekonda kryhet me një herë regjistrimi dhe ti nuk humbet ndonjë gjë nëse për 2-3 sekonda pushon pa nga puna jote. Sigurisht që në rastin konkret, kjo pjesë duhet të jetë e çekuar në mënyrë që dokumentat e tua
të ruajmë edhe në qoftë se do hapja një dokument Excel që t'ju tregoj që kjo është identike për të gjithë programet e paketës Office, pra ruhet e njëjta gjë për të gjithë programet e paketës Office, si shkon tek komanda Options, është komanda Save dhe shikoni që përsëri ty të jepet e drejta dhe këtu për të çekuar përkatësisht auto recovery-n e Excelit. Sigurisht që opsioni nuk është vetëm për një dokument që ti e hap, po është për të gjitha dokumentat që ti do përdorësh në programin e paketës Office. Nga ana tjetër, një gjë shumë e rëndësishme për të specifikuar është kudo që të ruhet auto recovery, se problemi më i madh është që në disa raste auto recovery ndodh, por pasi mbyllet kompjuteri dhe ti e hap përsëri, ti nuk e di se ku e ke atë fajl. Atëherë, në rastin konkret, mënyra se si ju e keni pathin e zgjedhur është një path i cili në vetvete është automatik, është pathi ku ndodhet vetë programi Word dhe në rastin konkret application data të këtij programit Word shkojnë në këtë path. Unë do e ndryshoj dhe mirë është ta ndryshoni dhe ju në një lokacion të njohur, se ky është lokacion shumë i vështirë për tu arritur nëse ti nuk e njeh se ku është realisht. Do filloja të klikoja me radhë, të shkoja te folderi im, do shkoja te folderi app data, do veja te folderi roaming, po ndoshta ndonjë nga këto folderat mund të jetë i fshehur edhe duhet ta bëj të dukshëm, pra nuk është aq procedurë thjesht gjithmonë. Atëherë çfarë do sugjeroja? Do sugjeroja që të klikoni tek komanda browse dhe në rastin konkret të keni krijuar në desktop një folder dhe mënyra se si krijohet një folder ti e krijon me të djathtë, pasi të është hapur kjo dritare që është për ruajtje sigurisht, klikon new dhe pastaj jep folder që do të thotë krijohet një folder i ri dhe këtu i vë një emër auto recover në rastin konkret. Dhe mund t'i vësh edhe programin specifik nëse ti dëshiron. Dhe pastaj mjafton të klikosh te auto recover. Tashmë nuk ke asnjë fajl, klikon OK dhe do shikoni që pathi juaj për ruajtjen e fajlit auto recover, pra nëse diçka do ndodhte, do të ishte pikërisht në desktop në folderin auto recover. Ndërkohë që për të gjitha lokacionet e tjera, nëse unë do veja do garantoja, le të themi, punën time, në çfarë vendi do të ruheshin dokumentat e mia, sigurisht që vet Windowsi të sugjeron që të ruhen në folderin dokumenta të krijuar nga vetë Windowsi. Pra nëse ti shkon në folderet përkatës, shikoni që në rastin konkret është një folder që quhet Documents, aty ruhen të gjitha dokumentat në rastin konkret. Sigurisht që mund ta ndryshosh duke klikuar te browse dhe duke i dhënë vetes mundësinë që ta ruash edhe diku tjetër nëse ti dëshiron sigurisht. Në fund të historisë, auto recovery është diçka që vazhdimisht do të ndihmojë në punën tënde, kështu që keni parasysh. Nga ana tjetër, keni edhe një pjesë specifike që është shumë e rëndësishme që të përcaktoni se çfarë tipi fajli duhet të ruhet ai file auto recover. Në rastin konkret, neve jemi në një dokument Word, kështu që ti duhet të zgjedhësh tipin e fajlit përkatës që ti e duke i ruajtur. Pak më mbrapa do të shohim tipet e fajleve që ti mund të ruash dhe mënyrën se si mund të punosh me to, sigurisht, sepse ti her pas here ke të bësh me fajle të tipeve të ndryshëm dhe në rastin konkret, unë me këtë arrit të konkludoj mënyrën se si funksionon auto recovery në çdo program të paketës Office. Pra nuk është vetëm në Word, nuk është vetëm në Excel, ama i vetmi program i cili nuk ka nevojë për auto recovery është vetëm aksesi. Aksesi në vetvete, çdo herë që ti shton një të dhënë Microsoft Access, e ruan atë të dhënë, pra vazhdon e proceson për shkak se je në një gjuhë databaze dhe databaza i proceson të dhënat si të dhëna të hedhura në programin tënd. Përpos kësaj gjëje që sapo pam, një gjë shumë e rëndësishme që duhet studiuar dhe mësuar gjatë punimit me paketën Office është puna me privilegje. Kjo që do mësojmë tani është ndoshta nga ato gjëra që në profesionin tuaj mund t'ju duhet shumë, sepse me siguri që do të përballen në një moment ose në tjetër me njerëz dashakeq, të cilët kërkojnë të ndërhyjnë në dokumentat tuaj, t'i transformojnë ato dhe ndoshta të fshin element nga ato dokumenta. Unë ju sugjeroj që të përdorni teknikën e ruajtjes së informacionit me password, sepse kjo të garanton që informacioni yt ruhet saktësisht. Edhe një herë keni parasysh që këto gjëra që po shpjegoj sot
nuk janë specifike vetëm për një program të paketës Office, por janë për të gjitha programet e paketës Office. Dhe në rastin konkret unë po përdor Wordin, po kjo s'do të thotë se nuk bëhet edhe në programet e tjera. Tani do të mësojmë së bashku se si të ruajmë një file me password. Me password në fakt që të mos ta hapi dikush, ose me password që ta hapi dikush, por të mos ketë mundësi ta modifikoj. Do të shohim këtë pjesë të parë, pastaj do të hyjmë pak më në detaje, sikur fajli të hapet dhe të lejojmë njerëzit të shkruajnë diçka, do ta shohim, por jo në kontekstin e dokumentit. Të gjitha këto do t'i shohim pikërisht në këtë moment, do të shkojmë tek komanda file, dhe te komanda file është një komandë që quhet save as, do të klikojmë tek ajo komanda save as dhe shikoni që na del ajo dritare që është dritarja e ruajtjes së informacionit. Kjo dritare e ruajtjes së informacionit sigurisht që na kërkon emrin e dokumentit ton dhe unë mund ta vendos emrin e dokumentit ton, po sugjerohet që përpara se ta të vendosësh emrin, më mirë të zgjedhësh folderin ku do ta vendosësh këtë file. Dhe unë do ta vendos në desktop në rastin konkret dhe do t'i vendos një emër dhe emri do të jetë në rastin konkret test 1, po i vë një emër kot. Tipi i dokumentit sigurisht që jemi docx, që do të thotë është Word dokument. Në rast se do ishe Excel, do të ishte XLSX e kështu me radhë për çdo program që ti ke, PPTX për PowerPointin, Publix për Publisher, pra gjithçka ka të bëj me tipin e programit që ti je duke punuar. Normalisht, për ruajtjen e një dokumentit mjafton të klikoje save dhe konsiderohet që ti e kishe mbaruar procedurën e ruajtjes së dokumentit. Mirë po ajo që unë sugjeroj në rastin konkret, sidomos kur ti userin tënd e ke pa privilegje, që do të thotë nuk je në një server dhe nuk ke mundësi të ruash dokumentat e tua, megjithëse edhe në server duhet ndonjëherë ta bësh këtë procedurë. Pse? Sepse dikush mund të aksesoj accountin tënd në një formë apo në tjetrën, ti mund të lësh pa dashur hapur kompjuterin tënd dhe dikush mund të aksesoj pa dijenin tënd dhe të marrë informacion që ti nuk do që ta marrë. Atëherë çfarë duhet bësh? Duhet përpara se të japësh save dokumentit tënd, të garantosh që ai do të hapet me password, dhe për të hapur me password ose më saktë për të ruajtur me password, ti do të klikosh te komanda tools. Dhe te komanda tools keni një tërësi nën komandash ku ajo që është komandë e rëndësishme në rastin konkret është save options. Në qoftë se unë klikoj te save options, shikoni që më del ajo dritarja që unë e shpjegova pak më përpara, që më specifikon vendet. Dhe unë këto i garantova pak më përpara që i kisha në rregull. Atëherë nuk do merrem më me save options, por tani do të merrem me general options, që në qoftë se vetë dhe klikoj tek general options, shikoni që një dritare shfaqet dhe aty keni dy fusha për të plotësuar. E para është një fushë që kërkon passwordin që ta hapi dokumentin, ndërsa e dyta është një fushë e cila kërkon passwordin që ta modifikosh dokumentin. Ti mund të plotësosh njërin ose tjetrën ose të dyja në varësi të asaj që ti dëshiron. Pra, në qoftë se unë kërkoj që dokumenti im të ketë password vetëm për të hapur dhe po e hape pastaj të vazhdosh të punosh lishëm, vendos password vetëm tek password to open, që në rastin konkret i jap 1, 2 me numra 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuk sugjerohet ky password sepse është i lehtë për të përdorur, sugjerohen passwordet të cilat nuk janë kaq lehtë të dekriptueshëm. Realisht nëse do ju sugjeroja diçka, është vendosni një shkronjë të madhe, me atë fillojeni, dijeni vetë logjikën se çfarë do të thotë ajo shkronja e madhe, mund të jetë shkronja e parë e emrit të mamas ose të babait, pastaj duhet vazhdoni me shkronja të vogla, të shkruani diçka me shkronja të vogla, të shtoni një numër dhe ky numër të ketë një logjik, patjetër, dhe në fund fare të vendosni edhe një karakter special. Sigurisht që passwordet të tilla janë shumë më të vështira për të dekriptuar, pra ti e ke enkriptuar failin në mënyrë më të përsosur. Ndërkohë për qëllim testimi, neve do ta vendosim passwordin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Në rastin konkret, unë e kam vendosur vetëm tek password to open, që do të thotë pasi të ruaj dokumentin dhe të klikoj OK, shikoni që ajo më kërkon përsëri të rifuz passwordin tim. Pse e ndodh kjo gjë? Pse e kërkon përsëri Office-i rifutjen e passwordit tënd? Kjo ndodh për shkak se ti mund të kesh bërë një gabim në rastin e futjes së passwordit në atë fushë që e kishe specifike. Dhe përderisa mund të kesh bërë një gabim,
ti nuk e evidenton atë se gjithçka është e maskuar dhe pastaj e ruan dokumentin, po për shkak të atij gabimi ti mendon se passwordin po e fut sakt, por realisht nuk e fut sakt. Atëherë çfarë bën vet Wordi dhe vet paketa Office në rastin konkret, ajo të garanton që ti të kalosh në 2 hapa ruajtjen e passwordit në mënyrë që ky password që do futesh herën e dytë të bëj match, të garantohet që është i barabartë me atë password që kishte herën e parë. Pra përsëri unë do të shkruaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, po të shkruaj 7 në rastin konkret, shiko çfarë do ndodhte. Ajo do më thotë që nuk matchin këto 2 passworde. Atëherë unë do e shkruaj edhe një herë, do klikoj OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe jap enter. Tani është shtuar passwordi, por nuk ka mbaruar ruajtja, sepse që të mbaroj ruajtja, ti duhet të klikosh tek butoni save. Dhe unë klikoj tek butoni save, e mbyll failin dhe do të shikoni që tani pasi e kam mbyllur failin, sigurisht do mbyllë këtë skedar, shikoni që në desktopin tim është ruajtur një file që quhet test1. Dhe në qoftë se unë tentoj ta hap me double click, shikoni që ajo nuk do më hapet si dokument, por do më kërkoj një password për tu hapur në rastin konkret. Nëse unë nuk e kam passwordin për tu hapur, pra fus një password kod 1, 2, 3 dhe klikoj OK në rastin konkret, do shikoni që mua nuk më lejon të futem në këtë dokument dhe Wordi qëndron inaktiv në rastin konkret. Në qoftë se unë fut passwordin e sakt, sigurisht që passwordi i sakt 1, 2, 3, 4, 5, 6 më garanton që të futem në dokumentin tim. Dhe për ta bërë edhe më interesante mënyrën se si ruhet kjo, do të shkruaj edhe një tekst që të shikoni që është i njëjti dokument, pra nuk po flasim për një dokument tjetër. Tani, përpos kësaj, i dash save, sepse dua që të qëndroj të test njëshi, do ruaj një form të dytë, test 2-shin, do të klikoj file, do të shkoj të save as, do të shkoj tek tools, dhe emrin do t'ja jap test 2 në rastin konkret, pra test 1 ishte kur ti kërkoje një file vetëm të hapje, pra passwordi të ishte vetëm për të hapur, tani do ta vendos vetëm për modifikim. Kuptohet që në filin tim që unë kisha, unë mund të bëja modifikime sepse nuk kisha vënë password për modifikim. Do të klikoj te komanda tools, te komanda general options, dhe tani do të fshi password to open dhe do të vendos password to modify përsëri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do klikoj OK dhe pasi të klikoj OK, përsëri do të klikoj 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klikoj OK përsëri dhe tani unë jam në një drejtim tjetër të ndryshëm nga drejtimi që kisha pak më përpara, sepse aktualisht, realisht, unë po merrem me ruajtjen e dokumentit në mënyrë që njerëzit ta aksesojnë, por të mos munden ta ndryshojnë. Jap save dhe e mbyll këtë dokument dhe do shikoni që në desktopin tim është ruajtur një file që është quhet test2 dhe nëse unë klikoj ta hap, shikoni me vëmendje që kur ai hapet, në rastin konkret, të kërkon një password i cili të thot nëse do që ta modifikosh. Nëse ti do që ta modifikosh, duhet futesh passwordin, por ky lloj passwordi të lejon në rastin konkret, ose kjo lloj dialogu, të lejon që ta shikosh dokumentin të paktën read only, dhe në qoftë se unë klikoj te read only dhe se di passwordin, sigurisht që më hapet fajli im, siç e shikoni, por ama gjithë të drejtat e mia po të shikoni dhe tek emri janë read only, dhe në qoftë se unë tentoj të ruaj diçka, sigurisht që në rastin konkret ajo nuk ma ruan dot në të njëjtin dokument, pra do më krijonte një dokument i ri. Ti nuk mundesh ta ndryshosh dokumentin tënd pa password. Pra ti mund të ruaje këtë dokument në një formë tjetër, por nuk mund të ndryshosh asnjë nga elementet e këtij dokumenti që ti e ke aktualisht. Ndërsa testi i tretë që do të bëjmë së bashku është do të klikoj, tani do ta mbyll këtë, do ta hap një faqe Wordi të re, dhe do ta bëj edhe me password modifikimi, edhe me password në hapje. Tashmë do të shkruaj përsëri tekstin që është random, do të shkoj te komanda file, do t'i jap save as, dhe tani te tools, te general options, do zgjedh një password për t'u hapur që është 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe një password për modifikim që është 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe ti klikon OK. Tani përsëri kur ti bën këtë gjë, sigurisht që kërkohet passwordi për herë të dytë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, klikon OK dhe i jep edhe për modify emrin e dytë passwordit, që të konfirmohet që ato passworde janë të barabarta, klikon OK
dhe jep save me emrin përkatës fjalë. Vura emrin on the insert tab, kështu që me atë emër do ta gjejmë. Tani në qoftë se unë vete në fajlet e mia, shoh që e pas kam ruajtur në folder të gabuar, e bëjmë edhe një herë këtë për shpejtësi, se sa ta gjejmë se në cilin folder është, megjithëse mund ta gjesh me recent, shkon tek fajli dhe ja tek është dokumenti yt on the insert tab, është ruajtur tek useri yt, tek documents, aty është ruajtur. Pra unë mund të shkoj në rastin konkret në folderin documents, sepse ai është folderi ku ruhem gjërat e mia, dhe në rastin konkret është on the insert tab, është pikërisht ky dokumenti që ruajtur. Kuptohet që unë jam duke punuar me një dokument Word, po këto gjëra janë për të gjitha, po e përsëris sepse nuk dua që të mendoni se kjo gjë ndodh vetëm në Word, ndodh në të gjitha programet e paketës Office. Dhe tani unë do klikoj tek on the insert tab, do bëj double click dhe do pres që ta hap fajlin. Normalisht ajo më thotë që ti ta hapësh fajlin, duhet futësh një password dhe unë duhet fut passwordin e sakt. Nëse unë e fus passwordin e sakt, 1 2 3 4 5 6, unë ende nuk e kam kaluar hallkën e dytë të sigurisht që është passwordi për modifikim. Pra do më kërkoj dhe password për modifikim. Shikoni që passwordi për modifikim më lejon mua që të filloj të modifikoj, në të kundërt do kaloj read only. Në qoftë se unë e fut 1 2 3 4 5 6, sigurisht që tani jam në kushtet në të cilat sigurisht unë ka mundësi të bëj modifikim, pra mund të filloj të shkruaj, edhe nga ana tjetër s'kam read only, mund të savoj fajlin në atë nivel në të cilin është. Një tjetër mënyrë ruajtje, por tani passwordi futet në brendësi të dokumentit, të lejon ty që të punosh me dokumentin, por të mos editosh asgjë nga dokumenti, është ruajtja e dokumentit me komandën protect documents. Do ta shohim bashk se si funksionon kjo komandë. Do të ruajmë në radhë të parë këtë fajl me një emër të ri në desktop, do ta quajmë test3 dhe në rastin konkret kur të shkojmë te komanda tools, tani do të shkojmë dhe do të klikojmë tek general options, por në vend që të vendosim një password për të hapur dhe një password për modifikim, do të klikojmë tek ky buton që quhet protect document, dhe kur ti klikon te protect document dhe jep save, në rastin konkret, sigurisht që në krahun e djathtë do ju dalë një dritare, dhe kjo dritare përfaqëson se çfarë gjërash ti kërkon të ruash në dokumentin tënd. Për shembull, unë mund t'i them që mund të më limitosh formatting të formatimin e këtij dokumenti. Nga ana tjetër ka edhe disa settings përshkatëse që ti mund të përcaktosh se çfarë formatimi kërkon që të bllokosh. Këtu i kemi të gjitha formatimet të bllokuara realisht. Mund të bllokosh temën, mund të bllokosh quick styling, mund të bllokosh gjithçka që Wordi të lejon realisht të punosh. Që ta dini, këto janë, le të themi, parametra të tekstit në rastin konkret, pra ka një ngjyrë, ka një madhësi, ka një tip shkrimi, të gjitha këto ti mund t'i uncheckos ose checkosh që njerëzit të mos kenë mundësi t'i ndryshojnë ose t'i ndryshojnë, pra ti ja specifikon nëse do apo jo t'i ndryshojnë. Jap no kësaj. Nga ana tjetër, pjesa e dytë e protect document është që ti lejon që në dokumentin tënd të bëhen disa gjëra. Nëse klikon te kjo allow only this type of editing in this document, ti lejon, nëse zgjedh no changes, do të thotë që është read only, nuk lejon asnjë ndryshim, por mund të zgjedhësh për shembull që të plotësohen komentet, dhe në rastin kur ti do që të shtohen komentet, klikon te komentet dhe i thua, nëse je i lidhur me një server, sigurisht i zgjedh të gjithë personat, po edhe në kompjuterin tënd mund t'i thuash të gjithë le të ndjekin këtë rrugtim, dhe më mbrapa klikon tek yes start reinforcing protection, dhe shikoni që ju del ajo dritare që kërkon saktësisht passwordin, dhe passwordin e kërkon 2 herë për konfirmim, ndërkohë që keni edhe një user authentication. Kjo user authentication është për ata persona të cilët kanë kompjutera të lidhura me një server që s'ka nevojë që të fusin passwordin, po ka nevojë mjafton të fusin passwordin e tyre të serverit përkatës, të accountit në server, dhe ata autentikohen në këtë lloj fajli. Por unë do qëndroj tek passwordi im dhe do vendos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 që të shikojmë se çfarë ndodh me dokumentin ton. Shikoni që në rastin konkret sapo ka filluar në rastin konkret problemi me njeriu që do që të modifikoj këtë element. Çdo gjë që ai shkruan
nga fajli e tutje, sigurisht që shkruhet, madje mund të ta përdorësh si të duash, por ai shfaqet si koment në rastin konkret. Nëse unë do shkruaj diçka, shikoni që ka një ngjyrë të verdhë, gjë që do të thotë që nuk është pjesë e dokumentit, por është një koment, pra ti mund të shtosh komente, kjo është ajo që ne lejuam, ndërkohë që mbi dokumentin tënd, nëse unë vetë edhe klikoj backspace, ose dua të ndryshoj formatin, gjithçka është e aktivizuar. Unë mund të shtoj vetëm komente dhe ta sejvoj dhe këto komente do të ruheshin. Nëse dua që ta ndaloj protectionin në rastin konkret, mund të klikoj stop protection dhe duhet fus passwordin që të filloj dhe ta modifikoj këtë file 1 2 3 4 5 6. Tani shikoni që komenti u bë pjesë, kërkoj ndjes për atë file, atëherë komenti u bë pjesë e fajlit tënd. Nga ana tjetër, siç lejon komentet, sigurisht që mund të lejosh edhe track change, që do të thotë të ruash ndryshimet, mund të lejosh vetëm plotësimin e formave, dokumenti yt mund të jetë një formë dhe ti do që ato kuti që kanë vende për forma të plotësohen, të jenë të vetmet gjë që plotësohen në rastin konkret, ose mund ta lësh no changes, read only, nuk jep asnjë akses atij personit që e merr në rastin konkret këtë file dhe e përdor. Sigurisht që këto gjëra që unë po shpjegoj janë gjëra të cilat të hyjnë në punë gjatë punës tënde me programe të paketës Office. Gjëja e tretë që do të shohim së bashku, tashmë do të hapim përsëri një file tjetër, Wordi, do qëndrojmë në Word, sepse le të themi e ndoqëm që në fillim me këtë lloj rrugtimi dhe do të shkojmë deri në fund me këtë lloj rrugtimi. Patjetër që mund të zgjedhim edhe një file Excel, po e njëjta gjë është si për filin Word, edhe për filin Excel dhe për çdo file të paketës Office. Dhe unë do të hap një Microsoft Word dhe dua që t'ju shpjegoj tani një element tjetër shumë të rëndësishëm, që është elementi i komandave. Normalisht, neve shikojmë në punën tonë me paketën Office, shikojmë atë që quhet ribbon, në anglisht quhet ribbon, po quhet është kjo pjesa sipër në të cilën ruhen komandat, nën komandat përkatëse. Pra nëse unë kam komandën home, nën komanda home ka disa grupe nën komanda, për shembull ka clipboardin si grup, ka fontin si grup, ka paragrafin si grup, ka edhe stilin si grup, nga ana tjetër kemi edhe editing si grup. Pra ka rreth 5 grupe me komanda. Pra kjo komanda home ka 5 grupe nën komandash, ku secili grup ka disa komanda të veta. Për shembull clipboardi në rastin konkret ka pasting si komand, ka dhe format painter, ndërkohë që fonti, që është shkrimi, ka këto komanda, të gjitha këto komanda si pjesë të vetën. Nga ana tjetër, paragrafi ka këto komanda. Nëse do shkoja në Excel, po të hapja një file Excel, sigurisht që në rastin konkret të njëjtën gjë e kam edhe në Excel. Pra komanda home ka elementet përkatës si nën komanda, si grupe nën komandash në rastin konkret. Unë po e mbyll këtë gjë tashmë dhe do të kaloj tek ky element që dua të shpjegoj. Sigurisht që çdo komandë që ju shikoni ka nën komandat e veta dhe grupet e nën komandave të veta. Por pyetja më e rëndësishme që mund të lindi në të tilla raste është: a mundem unë të krijoj një komandë që të ketë në brendësi një grup nën komandash dhe secili grup nën komandash të ketë disa nën komanda brenda? Sigurisht që mund të bëhet kjo gjë dhe për ta bërë këtë gjë ti do të shkosh te komanda file dhe te komanda file keni nën komandën options, klikon tek nën komanda options dhe midis zgjerave që ju shfaqen keni një komandë tjetër që është advanced dhe advanced ju çon në një pikë në të cilën shikoni me vëmendje element të cilët i përkasin Wordit, Excelit apo atij programi që ti kërkon në rastin konkret. Unë nuk dua të merrem me advanced, sepse realisht advanced le të qëndrojë në statusin që është, sepse kur ti e ndryshon, ajo mund të ndryshojë parametrat e programit tënd në paketën Office. Por ama ajo që më lejohet që të hyj edhe të eksperimentoj është customize ribbon. Po të shikoni, aktualisht kur ti klikon tek kjo komandë që quhet customize ribbon, normalisht ajo që ti shikon janë të gjitha nën komandat e tua, për shembull, ose komandat e tua. Pra ke komandën home dhe nëse i bën expand këtij plusit, do shikosh grupet që neve përmendëm, a ishin këtu tek home,
po të klikojmë tek home që të shikojmë të gjitha bashkë, është clipboardi, fonti, paragrafi, stili dhe editing, edhe tek custom ribbon që është tek options, në qoftë se unë vete shikoj që tek home janë pikërisht këto grupe që sapo përmenda, dhe në qoftë se bëj expand njëri nga këto grupe, shikoj që kam edhe komandat përkatëse që ndodhen aty. Pra, mënyrën se si është standardizuar, strukturuar kjo pjesa sipër e interfejsit të Wordit apo të çdo programi, është brenda kësaj pjese të paketës Office. Pra, këtu ti mundesh të heqësh ose të shtosh element në pjesën tënde. Ti mund të vesh të zgjedhësh njëri nga këto grupe dhe t'i japësh remove dhe të iki nga elementet përkatës. Sigurisht që unë ju sugjeroj të mos i prekni ose të mos i ndryshoni ato që quhen komandat bazë, por nëse doni të bëni eksperimente, ne duhet mësojmë së bashku se si të krijosh një komandë të re së bashku me grup në komandash. Dhe ajo që do të bëjmë në këtë moment është të krijojmë pikërisht një tab të ri, një komandë të re. Për këtë, ti vetë dhe klikon te komanda New Tab në Customize Ribbon. Klikon tek New Tab dhe po të klikoni me mendje tani që ke klikuar tek New Tabi, ai New Tab në vetvete është shtuar menjëherë pas komandës Home. Ende nuk është aktivizuar sepse nuk i kemi dhënë OK, ama unë mund t'i ndryshoj emrin, mund t'a fshi, mund t'a duplikoj, duke klikuar me të djathtë. Shikojeni që unë kam mundësi të shtoj elemente, unë mund t'i jap rename dhe në rastin konkret të shkruaj komanda ime. Pra kjo është komanda ime, mund të bëj një emër çfarë të dua, mund të zgjedh atë që dua që të më përfaqësoj kjo komandë, sepse mund të përmbaj disa gjëra, pra duhet ketë një logjik ajo gjë që ti je duke bërë si komandë. Duhet ta dini që kjo gjë do ju ndihmoj sepse numri i komandave të shikueshme, ato që janë të shfaqura në paketën Office, është shumë më i vogël se sa fuqia e vërtetë e paketës Office. Do futemi pak më mbrapa të shikojmë gjithë komandat e paketës Office dhe do shikoni se aty ka jashtëzakonisht gjëra. Për shembull, deri më sot mund të keni parë vetëm tekst me vizë poshtë, po ka një opsion, një komandë që quhet underline me color, që ti edhe unë normalisht gjatë përdorimit të Wordit nuk e shohim, sepse shohim vetëm këtë unë me vizë poshtë, po ka dhe një U me një vizë me ngjyrë që nuk e gjen asgjë kundi në listën e komandave aktive. Dhe unë do ta shtoj atë në komandë që ju ta shikoni së bashku. Tani komanda ime është riemërtimi. Nga ana tjetër do të shtoj dhe një grup dhe grupin e parë do ta bëj rename. Dhe ky grup i parë, në rastin konkret, do t'i vë një emër, mund të zgjedh dhe një ikonë, por në rastin konkret, unë dua që t'i vë një emër. Dhe emri, le të themi që do jetë editimi, ose formatimi. Më mirë e filloj me formatimi. Dhe klikoj OK. Shikoni që më është krijuar grupi i parë që është formatimi, do shtoj një grup tjetër, add new group. Shikojeni se si shtohet një grup i ri, ose mund të klikoni tek new group në pjesën këtu dhe do i ndryshoj emrin në rastin konkret që të jetë nga new group në editimi. Pra, po shtoj grupe. Në qoftë se unë vetë dhe klikoj OK tashmë, shikoni që në listën e komandave që kishit sipër u shpaq një komandë re dhe kjo komanda e re është komanda ime. Dhe po të shikoni, janë formuar dy grupe të cilat do mbartin komandat që ti do vendosësh. Aktualisht, kjo komandë bashkë me grupet e nën komandave nuk ka asnjë komandë të aplikueshme. Pra nëse unë klikoj diçka këtu, asgjë nuk ekziston. Ama këtu lind detyra që unë të shtoj komanda brenda elementeve që kam, brenda grupeve që kam zgjedhur. Dhe çfarë do bëj? Në rastin konkret do të shkoj te komanda file, do të shkoj te komanda options, dhe pasi të shkoj te komanda options, sigurisht do të shkoj tek formatimi që është e para. Por tani që të shtoj një komandë, lista e komandave më ndodhet në krahun e majt dhe për të zgjedhur komandën në krahun e majt, do vetë dhe do t'i them më jep të tëra komandat, jo thjesht ato që janë më popullore, po të tëra komandat. Dhe shikoni që doli një pafundësi komandash që janë pjesë e paketës Office. Sigurisht që prej këtyre në leksionet që bëhen mësohen shumë pak, por po do të eksperimentosh, sigurisht që të gjitha këto komanda mund të shpjegohen në rastin konkret. Ka kuptim dhe duhen kuptuar që jo të gjitha komandat janë aktive
në çdo moment. Disa nga komandat aktivizohen kur ti ke vënë në punë një nën komand tjetër. Për shembull, nëse ti nuk ke një vizë, normalisht një vizë në tekstin tënd apo në dokumentin tënd, nuk pritet që ti ndryshosh vizën dot ngjyrën e vizës, sepse ti nuk ke një vizë, nuk ekziston një vizë. Dhe normalisht ajo komand do të jetë e çaktivizuar, por unë do të shkoj tek ajo komand që ju përshkrova që ishte underline në rastin konkret. Është tek shkronja U, duhet jetë pak më poshtë, ja tek është dhe është underline color në rastin konkret. Unë do t'i them që tek komanda formatimi do ta shtosh këtë underline color. Pra, çfarë bëra? Tek komanda formatimi kam shtuar underline color. Nga ana tjetër, mund të shtoj edhe një nën komand tjetër që është underline, ta kem edhe këtë nën komand, megjithse e kam një herë. Unë mund të ndërtoj grupin tim të nën komanda, mund të shtoj disa elementë të tjerë që kanë të bëjnë me formatimin, ndërkohë që shoh patjetër që duhet të kuptoj që cili është ai element që ka të bëjë me formatimin, duhet të kesh pak njohuri nga komandat që janë këtu. Për shembull, mund të jetë text effect që ti ta shtosh, ja tek e shtoj dhe jap OK. Dhe tani do shikoni që te komanda ime, tek formatimi, janë shtuar saktësisht 3 komanda, njëra është underline color, tjetra është underline dhe tjetra është text effect që ti ke efektet përkatës. Normalisht tek home ti e ke këtë që quhet text effects, e ke dhe underlining, por nuk e ke underline color. Atëherë në rastin konkret që ta testojmë komandën që sapo shtuam, le të bëjmë një tekst dhe unë po shkruaj emrin tim, Martin, po e selektoj, me të majtën selektoj dhe po i them ma bë underline. Shikoni që ngjyra që mori në rastin konkret është e zezë dhe normalisht kjo do funksiononte edhe nëse do klikoje W, më falni, unë në komandën home. Tani unë do e selektoj përsëri dhe underline colorin do vetë të zgjedh një ngjyrë specifike të dukshme që ta kuptojmë. Dhe shikoni që tani ngjyra që vajti poshtë këtij shkrimi është ngjyrë blu. Normalisht ti nuk mund ta bësh këtë vetëm me komandën home. Pra shikoni sa ndihmon komanda ime. Sigurisht që unë duhet të krijoj një komandë timen që të më thjeshtësoj gjërat, që unë të di që kjo komandë do merret vetëm me formatimin dhe do ketë të gjitha komandat e formatimit këtu dhe mua nuk më duhet të klikoj me të djathtën, të shkoj tek, për shembull kur e selekton një tekst, klikon me të djathtën dhe shkon tek fonti dhe ty do të dali kjo dritare dhe ti mund të bësh editime këtu. A mund që të gjej efektet ku janë dhe t'i shtoj saktësisht në këtë kolon që të kem mundësi direkt me një klikim të bëj modifikimin përkatës. Këto grupe, këto editime, për shembull, ja hajde shtojmë pashk edhe disa të tjera, shkojmë tek options, shkojmë tek customize ribbon, tani do të shkojmë tek editimi, do t'i japim na jep të gjitha komandat, se dua të merrem me të gjitha komandat dhe shikoni që tani tek editimi do të merrem me disa komanda, për shembull njëra nga komanda është nuk e di, close or exit, ta bëjmë këtë close or exit. Nuk e di, mund të vendosësh çfarë të duash, kjo është ideja. Çështja qëndron që në rastin konkret ti vendos vetë se si kërkon ti shtosh komandë, mund të shtosh 1, 2, mjafton të klikosh add, cropi për shembull, që është njëra nga ato, custom gallery add, pastaj pas kësaj po shtoj custom table of content add dhe ti klikon OK. Sigurisht që unë do të tregoj dhe pak më mbrapa dhe diçka tjetër që na duhet, që të kuptojmë se si funksionojnë këto komanda dhe klikoj OK. Pasi klikoj OK, shikoni që në rastin konkret më shtuar ato 3 komanda që unë vendosa pikërisht tek editimi. Sigurisht që cropin e keni të pa aktivizuar, por nëse unë do shtoja një shape në rastin konkret, që shape i përfaqëson një pikturë dhe le të supozojmë se unë kam këtë fytyrën, tani nëse shkoj tek komanda ime, për shkak se kjo nuk është pikturë konkrete, përsëri cropi mbetet i çaktivizuar. Nëse do ta vetë të aktivizoj crop to shape, do veja do zgjidhja njërin nga këto element përkatës dhe shikoni që ajo më preu vetëm pjesën e rrethit në rastin konkret, sepse unë zgjodha që vetëm rrethi të më pritej. Pra shikoni që shfaqet një komandë
që ju nuk e keni në listën e tuaj të komandave, pra nëse unë vetë e jap një prerje të tillë, shikoni që ajo bën prerjen përkatëse dhe nuk ka nevojë që ta ndërtosh ti, po e çon saktësisht ajo sipas prerjes që ti zgjedh në rastin konkret. Pra kjo komandë nuk ekziston drejt për së drejti në paketën Office. Në paketën Office ti e shton dhe unë ju sugjeroj dhe ju këshilloj që ndërsa punoni me paketën Office, sigurisht të hyni te komanda Options, te Customize Ribbon, tek All Commands dhe të filloni të eksperimentoni me të gjitha këto komanda për të parë se çfarë kryen ose çfarë nuk kryen. Por kujtoni që kur e bëni këtë gjë, ta bëni në formën e dur, që do të thotë në rastin konkret të keni krijuar ju një komandë tuaj dhe gjithë provat ti bëni tek ajo komandë tuaj, mos tentoni ti bëni në komandat origjinale sepse mund të bëni mix match atë që quhet Office-i juaj dhe pastaj sigurisht që ka një mënyrë se si ta kthesh në gjendjen origjinale, është të klikosh tek reset, pra i heq çdo gjë që ti ke bër, por nëse nuk e kujton këtë do ta kesh të vështirë pastaj të ecësh me atë format të ri të komandave të tua. Nëse unë jap reset, i jap yes, do shikoni që pasi klikoj okay, më zhduket komanda ime dhe sigurisht që në këtë rast unë kam diçka që e kisha që në fillim, pra është gjendja e fabrikuar e paketës Office. Programet funksionojnë të gjitha me këtë lloj metodologjie, pra këtë që sapo bëm, mund ta bësh në Access, mund ta bësh në Excel, mund ta bësh në Publisher, mund ta bësh në Outlook, mund ta bësh në çdo program të paketës Office. Nga ana tjetër, nëse unë do shkoja përsëri tek komanda Options, tek Customize Ribbon, do shikoni me vëmendje që për secilën nga komandat që juve keni, mund të shtosh një shortcut. Shortcuti nuk është gjë tjetër veç se një klikim nga tastiera. Pra, mbani mend që neve për copy për shembull përdorim Ctrl+C, që do të thotë shtyp Ctrl-n, shtyp dhe C-n pas Ctrl-s, pra Ctrl dhe C njëkohësisht, ato të dyja të japin kopimin. Ti mund të merresh me një nga këto gjëra, për shembull, le të provojmë të marrim, ta krijojmë një komandë tonën, sepse eksperimentin do ta bësh gjithmonë me një komandë tënde, po jap një name që po i them komanda ime, grupit nuk ka rëndësi, po e lë një grup dhe tani do zgjedh pikërisht atë nën komandë që ishte underline me color, mjafton ta zgjedh diku këtu, zbres poshtë, derisa e gjej se ku ndodhet underline me color, që duhet i jetë diku pak më sipër, besoj se është underline color, i jap add, shkoni që ushtua te grupi përkatës i komandës sime, dhe tani do klikoj te Customize dhe unë mundet ti them aktualisht press new shortcut key, që unë mund të klikoj Ctrl, pra të them Ctrl në rastin konkret, X. Nëse vendos një nën komandë që unë e kam tashmë në programin tim, duhet të jemi i kujdesshëm sepse po vendosa këtë gjë, unë mund t'i prish punë asaj që është programuar nga paketa Office. Unë do e mbyll, do ta ruaj një herë sepse ajo nuk e ka ruajtur dhe nuk më nxjerr komandën time, do klikoj OK. Tani do shkoj prap tek File, tek Options, tek Customize Ribbon dhe nëse jap Customize do shikoni që diku do të shfaqet edhe komanda ime. Nëse nuk është shfaqur komanda ime, kjo do të thotë që duhet të mbyllësh filin, të hapësh përsëri dhe ajo do të shfaqesh. Po në rastin konkret, ajo që ti vendos si shortcut është shortcuti që do të përdorësh. Në rastin konkret, unë ju sugjeroj të mos vendosni shortcute që ekzistojnë gjatë, për shembull të vendosni Ctrl+C ose Ctrl+X ose të ngjashme me këto, sepse do të bëni lëmsh punën me komandat tuaja në rastin konkret. Nëse unë shkoj tek All Commands, që e di që është aty, do do gjej underline. Underline është tek uja, kështu që do ta kërkoj tek shkronja U. Dhe ja tek është underline color. Pasi e zgjodha këtë, unë po zgjedh Ctrl njësh. Pra është Ctrl dhe numri njësh, ky është shortcuti që ma bën underline-in, ma aktivizon underline-in. Tani jap asaj, shikoni që mu evidentua që komanda ime underline color mund të aktivizohet me Ctrl njësh, jap close, jap OK, dhe tani nëse unë vete po ja heq këtë po ja heq underline-in, në rastin konkret, po i vë një underline përsëri, po i ndryshoj pak ngjyrën e underline-it, duke shkuar te komanda font
underline color, po ja jap të zezë, sepse dua që ta shikoj në gjendjen origjinale, dhe tani po e selektoj, po e fshi këtë shape-in sepse më prish punë, po selektoj vetëm tekstin, se tekstin aplikohet underline color, dhe tani me shortcut është CTRL njësh, dhe shikoni që me njerë sa po shtypa CTRL njësh, automatikisht mua më mori ngjyrën blu, që ishte ngjyra e fundit që më kisha zgjedhur për underline. Pra, unë krijova një shortcut, ashtu siç kompjuteri ka shortcut. Këto gjëra që po shpjegoj janë gjëra që realisht hyjnë në fushën e programimit të paketës Office. Ata që e kanë programuar që ne të shohim këtë që shohim, kanë ndjekur një udhëtim të tillë që neve të kemi gjithçka ashtu siç duhet. Por ti mund ta ndryshosh të gjithë formatin e Office-it tënd në varësi të asaj gjëje që ti do, madje mund ta kthesh edhe në gjuhën shqipe atë që ti kërkon, në mënyrë që të kesh thjeshtësi punimi, megjithëse nuk sugjerohet që ti të bësh një transformim të gjithanshëm të paketës Office, sepse në fund do të humbësh rrugën dhe do përfundosh duke bërë reset dhe gjithë puna jote do dali nul. Sigurisht që janë marrë njerëz me krijimin e një Office në gjuhën shqipe, por ende nuk ka një produkt të mirëfill që të jetë i shmangur nga anglishtja plotësisht. Në gjuhët e tjera edhe ka ndodhur, por në gjuhën tonë ende nuk është 100%, sidomos në programin Excel është shumë e pamundur, sepse aty ka edhe funksione të cilat sigurisht prekin drejt për së drejti mënyrën e funksionimit të programit. Ajo që pam deri tani ishte, le të themi, një udhëtim në disa elementë thelbësor që neve kemi në rastin konkret në përdorimin ton. Tani, përpos këtyre, do të shohim një element tjetër që edhe ky është i rëndësishëm. Unë do të hap një faqe Word, ashtu siç po e hapja, dhe këtë faqe Word do ju mësoj pak se si të ruani dokumenta në forma të ndryshme. Tani, dokumentat në forma të ndryshme të garantojnë që ti të kesh formate edhe për versione më të ulta të Wordit, sepse nëse ti je në një version që është i vitit 2019, për shembull Office i 2019-s, atëherë një kompjuter tjetër mund të mos ta ketë Office-in e 2019-s, dhe nëse ti e ruan failin tënd në vitin përkatës, që është viti 2019, në fund fare, kur t'ja dërgosh atij tjetrit që nuk e ka vitin 2019, ai nuk mundet ta hapi failin përkatës. Pse? Sepse versioni që ti e ke ruajtur është një version që ai nuk e ka në kompjuterin e tij. Atëherë, për të ruajtur një fajl në një version më të ulët, ti do të shkosh te komanda file dhe tek komanda save as, aty ku zgjidhej tipi i dokumentit, nëse unë vetë do klikoj desktop, mund të zgjedhësh po klikosh disa tipe dokumentesh në rastin konkret. Për shembull, njëri prej tyre është Word 97 deri në 2003. Pra unë jam në një Word 2010 në rastin konkret, dhe unë mund të ruaj në formatin TicDoc, që ka qenë formati i vjetër i ruajtjes së dokumentave. Sigurisht që do e bëj këtë provë, jam në desktop, do t'i vë një emër të ri dhe do t'a vë test 4, ndryshon pak ikona, ju do ta shikoni që ikona është pak më e ndryshme, i përket ikonës së Wordit të vjetër, po jo vetëm në Word, në çdo program ndiqet kjo udhtim. Dhe nëse e mbyll, shikoni me vëmendje që Wordi test 3 në rastin konkret është pak më ndryshe nga Wordi test 4, që ky është një fajl i vitit 97 deri në 2003. Kështu hapeshin fajlet në 97-ën deri në 2003. Ndërkohë që nëse hap një fajl Word, unë njëkohësisht mund ta ruaj të njëjtin fajl edhe në PDF. A e dini që dokumentat her pas here dërgohen jo të editueshme, dërgohen në një format të përfunduar, të kolauduar, dhe që quhet PDF, PDF. PDF-i është ai që në fund fare është i publikueshëm si dokument. Pra ti po të shkruash diçka, barazi rand po e them, këtë mund ta ruash dhe të mos do dali më në Word, jep file, save as, dhe në momentin që jep save as, shkon në desktop, përcakton emrin që për ne do jetë test 5, dhe pasi përcakton emrin përkatës, ndryshon tipin e formatit nga docx në PDF, që do të thotë do ta çosh në PDF me një standard publishing, që do të thotë pa i rritur ose pa i ulur cilësinë, sepse mund t'ja ulësh ose rritësh cilësinë, afton të klikosh te options dhe tregon saktësisht cilat faqe do të çosh
ose nga ana tjetër cilin element do që ta heqësh. Pra në vetvete ti mund të bësh gjëra të tilla dhe nga ana tjetër tashmë e ruan, i jep save dhe pasi i jep save shikoni që automatikisht hapet fajli në PDF dhe në qoftë se unë shkoj në desktopin tim e mbyll dokumentin sepse nuk e ruajta, do shikoni që testesa është ruajtur si PDF. Pra ti mund ta ruash çdo fajl në paketën Office, jo vetëm dokumenta, por dhe tabela dhe gjëra të ngjashme në PDF, që është një formë printimi, sepse PDF-n pothuajse e kanë të gjithë kompjuterat edhe celularët, por në qoftë se ti vete në një celular, nuk e di, iPhone apo që ka iOS ose Android, në rastin konkret, keni parasysh që ato mund të kenë instaluara vetëm PDF-in dhe nuk kanë paket Office dhe normalisht nuk e hapin dot një dokument Word. Dhe kur ti e ruan PDF, i jep mundësinë atij tjetrit që ta përdori. Po të shikoni, në Word ka edhe formate të tjera, të cilat unë thjesht do t'i shpjegoj pak, jo shumë, për efekt edhe të kohës nuk mundemi t'i shpjegojmë të gjitha, se për shembull është një do jap save as, është një file i cili është i tipit makro dhe unë nuk mund të merrem me makrot sot dhe të bëj shpjegime të makrove sot se si funksionojnë. Po të vete këtu shikoni që e dyta në radhë është .docm, jo docx, po docm, që do të thotë një faqe Wordi me makro të aktivizuar, pra me programim të aktivizuar. Ka jo pak raste në të cilat në dokumentin tënd mund të kesh butona që ti e klikon atë butonin dhe kryen veprime brenda dokumentit. Keni parasysh, bëhen me anë të programimit. Që ti ta ruash një fajl të atill që ka programim brenda, duhet patjetër ta ruash në një format të tillë që quhet docm. Nga ana tjetër, një format shumë i rëndësishëm për të mbajtur parasysh është formati Word template, që do të thotë që ti mundesh të ndërtosh një template për veten tënde, një template që të gjithë ta përdorin. Dhe shikoni, unë do bëj këtë file, do t'i jap cancel, do ta kthej në një template që mund ta përdorin njerëz të ndryshëm. Dhe template-i nuk është gjë tjetër veç se një dokument mbi të cilin ti mund të bësh qindra dokumenta, po ky të mos shihet. Ky mbetet gjithmonë unik, i njëjtë, nuk e ndryshon formën. Kjo përdoret shpesh në kompani kur njerëzve do të për shembull t'ju japësh akses mbi një dokument që të shkruajnë gjërat që ata duan sipas formatit të kompanisë, ama ata nuk mund ta ndryshojnë formatin e kompanisë. Dhe në rastin konkret çfarë do bëj? Unë do shtoj një header, do të them tek headeri, më vendos titullin e dokumentit dhe do i vë një titull që është template, më falni, dhe pastaj do të shkoj tek footeri përkatës dhe do të vendos footerin tim në këtë trajt, do t'i vë tekstin, le të them kompania ime, se do bëj emrin e kompanisë, shikoni që po ndryshoj gjërat e këtij template dhe numrin e faqes. Po të shikoni, tashmë unë kam krijuar një template dhe ky template sigurisht që në rastin konkret do më ruhet diku dhe unë që ta ruaj si template, normalisht çfarë do bëj? Do të shkoj tek file, do të klikoj tek save as dhe patësi të klikoj tek save as, do të shkoj në desktop, do t'i vë emrin testi im, pra çfarë po them, testi im, në rastin konkret, dhe pasi ta them këtë gjë, në vend që të lë tipin e fajlit docx, do të zgjedh docx, që do të thotë dokument template në rastin konkret. E zgjedh këtë dhe i jap save. Dhe do shikoni që pasi e mbyll në desktopin tim, është ruajtur një file që quhet testi im, është me format ndryshe nga formatet që kemi parë deri më tani, ama në qoftë se unë e hap, unë mundem të shoh pikërisht atë template që kisha dhe mund të filloj të punoj barazi rand, ama kur unë të klikoj save në rastin konkret, ajo nuk do më lejoj të ruaj direkt template-in, të ruaj atë testin tim, por do filloj të më kërkoj një emër të ri, sepse ajo nuk mund ta mbivendosë dhe ta fshi template-in e krijuar. Kështu që unë do i vë një emër tim, në rastin konkret, Martin për shembull, dhe jap save. Dhe tashmë me formatin e kompanisë, sigurisht që unë kam krijuar një file përkatës dhe i qëndrojnë të gjitha dokumentat në kompani, i qëndrojnë të njëjtit format. Kjo është ajo që duhet të kuptojmë. Pra, ky template mbetet tër jetën dhe në rastin konkret sugjerohet që nëse ti krijon template, mirë është të krijosh një folder përkatës që të thuash templates
Dhe kur ti e krijon një folder për katës, ashtu si që krijove një folder për auto recovery, mund të krijosh edhe një folder për templates, dhe templateset i fut brenda këtij folderi për katës. Kjo është organizim dhe kulturë pune në kompjuter që ti duhet ta kesh parasysh. Dhe nëse futesh te templates, shikojeni që ky është njëri nga templates, po si kjo ti mund të kesh me qindra të tilla, edhe nëse do të futeshit në Google, nëse unë do kërkoja në Google, po provoj të kërkoj në Google diçka, dhe në rastin konkret po kërkoj një dokument po them template, por mund t'i them file type 2.x, që është pikërisht fajli që unë kërkoj, dhe mund të kem disa template, shikoni që ka disa template, dhe për shembull ky është logistics and rollout plan.x master. Nëse unë vetë edhe klikoj këtë, kjo mund të jetë një dokument që mund ta downloadoj dhe ta përdor për masterin tim pastaj, po duhet të gjej një që është i lehtë për tu downloaduar. Shpresoj që të jetë kjo diçka që është lehtësisht e downloadueshme, që ju të shikoni. Ja, për shembull, ky është një template, jap download file, e downloadoj, pastaj e marr këtë dokument dhe e ruaj në desktop, do vetë ta çoj në desktop këtë dokument për katës. Pra çfarë bëra? Mora një template të gatshëm nga interneti, të cilën unë mund ta ndryshoj, dhe po ta hap këtë gjë, këtë template në rastin konkret, ja tek po klikoj me double click, shikoni që tani në këtë moment do më hapet template-i për katës. Në përshtypjen se kjo është e vitit 2003 dhe nuk e hap fajli im, ose diçka nuk shkon me këtë fajl, por që gjithsesi ai që do të bëja të kuptoje normalisht kur e hap një gjë të tillë, do shikoje formatin për katës që neve na shfaqej pikërisht këtu. Pra këtë format që është template-i për katës, të krijuar nga dikush tjetër, por që të ndihmon në mënyrën se si punon ti në sin konkret. Sigurisht që të tilla gjëra ndihmojnë në mënyrën se si neve punojmë, dhe patjetër që templatet krijohen për çdo program, pra edhe në Excel, nëse unë shkoj në Excel, po edhe në PowerPoint, edhe në Access, shikoni që mënyra se si ruan fajlet, nëse shkon te file save as, do të shikoni që të lista e programeve është saktësisht një file që është për template, Excel template. Sikundër janë edhe të gjitha tipet e fajleve që ju përmenda pak më përpara, po edhe PDF-ja pak më në fund. Sigurisht që po të marrësh kohë të shpjegosh të gjitha këto tipet e fajleve, duhet shumë kohë, neve po shpjegojmë ato që janë më të përdorshmet dhe më klasike për përdorim. Si përfundim të këtij seminari, do të ndalesha në Outlook-un më shumë jo në kontekstin e atij Outlook-ut të mirëfill që neve përdori, por në kontekstin e të kuptuarit si program, sepse deri tani vetëm program nga paketa Office standarde, pra pa përdorur InfoPath-in, OneNote-in apo gjëra të gjashme që përdoren shumë më rrallë se sa këto që po shohim, është Outlook-u. Dhe Outlook-u në rastin konkret është një program që ti mund ta hapësh duke klikuar te search-i dhe të thuash Outlook. Pra nëse thua Outlook, të shfaqet Outlook-u yt, dhe nga krahu tjetër mund të hapet, kur ti e ke hapur Outlook-un, normalisht mund të shikosh që Outlook-u ka këtë formë. Në rastin konkret unë jam i lidhur me serverin tim dhe normalisht Outlook-u është i lidhur drejt për së drejti me programin e mail serverit tim në rastin konkret. Duhet të keni parasysh që struktura e Outlook-ut funksionon mbi bazën e folderave, dhe në rastin konkret inboxi është ai që përmban emailet që të vinë, ndërkohë që sent items përmban emailet që ti çon. Pra në vetvete çdo gjë është një teknik që dashur pa dashur ti e merr dhe e çon diku ose e jep diku si informacion. Keni parasysh që folderat mund të shtohen në çdo moment duke klikuar tek butoni folder, ti jepni një folder dhe çdo elementi ti mund t'i shtosh gjërat përkatëse në rastin konkret. Nga ana tjetër mund të modifikosh folderat e tu. Shikoni pak folderat e mi, un kam krijuar disa nga folderat që më duhen për punën time. Normalisht këto foldera ndihmojnë për mënyrën e organizimit të emaileve të tua, që ti çosh emailet në foldera përkatës. Nga ana tjetër,
ke teknika që të ndihmojnë në punën tënde me Microsoft Outlook. Dhe teknikat kanë të bëjnë me rregulla që ti vendos. Rregullat normalisht, nëse ti kërkon të vendosësh rregulla, duhet të shkosh te komanda Home dhe të vendosësh të klikosh tek kjo komandë që quhet Rules. Rregullat nuk janë gjë tjetër veç se rregullat të cilat automatizojnë procesin e kalimit të emaileve në foldera. Për shembull, nëse ti ke krijuar një folder me emrin tënd dhe do të dish që të gjitha emailet që vijnë në emrin tënd të shkojnë tek ai folder, duhet të vesh këtu, të klikosh një rregull dhe në rastin konkret ti japësh new rule dhe pastaj ti thuash në rastin konkret move messages from someone, pra nëse mesazhet nga dikush do që ti lëvizësh në një folder, i jep këtu move message from someone, i jep next dhe në rastin konkret përcakton me next se cili është personi që ti kërkon të vendosësh. Pra unë i kam dhënë me një grup publik, por mund t'ja jap edhe me një emër specifik, me një fjalë specifike, edhe t'i jap next dhe pastaj t'i jap finish patjetër. Unë nuk po aplikoj gjë sepse nuk dua të shtoj një rregull, po duhet të dini që rregullat të lehtësojnë punën, që të mos të mbushet full emaili, por folderat përkatës të marrin emailet përkatës dhe ti pastaj ta kesh më të thjesht të gjesh ato emaile që të duhen në raport me punën. Nga ana tjetër, emaili ka një gjë të mirë, sepse në rastin konkret Outlooku të jep mundësinë edhe të krijosh një kalendar dhe kalendari në vetvete nuk është gjë tjetër veç se një le të themi ditor për ty, që në rastin konkret ti mund të shkruash gjithçka që ke në plan të bësh, pra bën skedulin tënd përkatës, që unë të shtoj një appointment, për shembull, nëse mua më kanë thirrur të bëj diçka nga ora 9 deri në ora 10, ndoshta një mbledhje, ndoshta një gjë e tillë, mirë është që ta vendos atë element përkatës në orën përkatëse, sepse Outlooku vet, Windowsi, do më kujtojnë orën përkatëse 30 minuta përpara ose 15 minuta përpara, siç e vendos, që do të ndodhi ai fenomen. Për ta shtuar, mjafton të klikosh në orën tënde, t'i japësh, pra do klikosh në orën tënde, klikon me të djathtë dhe i jep new appointment, që do të thotë një takim i ri. Mund ta bësh new recurring appointment kur ti e ke takimin të përsëritur në disa ditë, por në rastin konkret do t'i themi new appointment. Dhe new appointment të hap një dritare të re që të thotë cili është subjekti dhe unë mund të them mbledhje ose le ta themi kështu, seminar online. Location është online. Dita le të supozojmë që është sot, fillimi i punës është në ora 9:30, përfundimi i mbledhjes është sot dhe mbarojmë në ora 11 të natës. Mund ta bësh dhe all day event nëse ti e ke dhe i jep save and close në rastin konkret. Nëse i jep save and close, shikoni që në rastin konkret u shtua ky që quhet seminar online, të cilin ti mund të ndryshosh edhe ngjyrën ose edhe mënyrën se si është shfaqur, mund ta kategorizosh sipas kategorive që ti ke, pra mund ta bësh të verdhë, shikoni që për ty përfaqëson diçka, edhe ngjyra, pra ngjyrat kanë një koncept, nuk është se janë pa koncept në mënyrën se si ti punon, dhe sigurisht që mund edhe ta editosh ose ta modifikosh në rastin konkret. Mund të shtosh njerëz që marrin pjesë duke klikuar tek invite attendance dhe do të dalin lista e emaileve që ti ke dhe normalisht ata do ta shikojnë, por mund ta bësh edhe forward tek një person, t'ia dërgosh që edhe ai ta shtojë si element përkatës. Nga ana tjetër, përpos kalendarit, një tjetër gjë shumë e mirë që Outlooku të ofron si pjesë e paketës tënde profesionale në rastin konkret janë kontaktet. Kontaktet vinë drejt për së drejt nga serveri, Outlooku është i lidhur me një server dhe kontaktet në rastin konkret përmbajnë të dhëna për persona të ndryshëm, po janë të dhëna të detajuara, të hedhura në një server përkatës, në një database përkatëse. Dhe e fundit që është brenda Outlookut është tasku. Tasku nuk është gjë tjetër veç se detyrat e tua. Nëse unë vetë edhe klikoj te task, do shikoni që në rastin konkret unë kam detyrat e mia ditore, por në rastin konkret mund të shtoj një task të ri dhe jap një task. Supozohet që ti gjatë ditës ke disa detyra për të kryer dhe përderisa i ke këto detyra, normalisht mirë është ti vësh
në skedulin tënd. Dhe normalisht, në rastin konkret, në qoftë se unë kam për të kryer këtë seminar, le të themi që detyra ime sotme është dhënia e seminarit, pra mbajtja e kësaj ore të seminarit. Kur fillon? Supozojmë se fillon në datën 6 dhe në rastin konkret përfundon në datën 6, prioriteti është i lartë dhe aktualisht, meqense unë pothuajse po shkojmë te fundi, mund të themi që është 98% e përfunduar owner jam unë dhe tani mund t'i jap save and close, mund t'i jap një reminder vetes që të më kujtoj vazhdimisht që e kam këtë detyrë për ta bërë dhe t'i them në ora 8 do ma bësh këtë kujtim, i jap save and close dhe tani nëse shkoj tek to-do list, tek tasket e mia, do shikoni që dhënia e seminarit është shtuar si detyrë në listën e detyrave të mia. Ato që shikoni me vizë, ato janë mbaruar si detyra, pra ti nuk i ke më si detyra. Ka dhe detyra të cilat ti evokon, që do të thotë i editon, dhe në momentin që i editon ato detyra, mund të klikosh me të djathtën dhe specifikisht të nxjerrësh dhe ti kategorizosh ose ti ndjekësh për cilën ditë do që ta ndjekësh këtë lloj, ose nëse do që t'ja caktosh dikujt, do i japësh assign task tek ai person që do që ta çosh këtë detyrë në rastin konkret. Dhe sigurisht që Outlooku të garanton që këto detyra duhen bërë në mënyrë të përditshme për ata që janë sidomos në rolin e menaxherëve. Dhënia e detyrave nga kompjuteri yt te kompjuterat e tjerë që janë të bardhë këtu të ndihmon që të kryesh edhe më mirë proceset e punës.